dhe që do ishte institucioni i mbushur me heronjt e fëmijëve tanë, sot është kthyer thjesht një armë politike në duart e Edi Ramës dhe asgjë më shumë. Kreu i SPAK që foli që parë këtu dhe nuk tha asgjë, vetëm ca shifra të thata, rekomandimesh, është shndruar në një vegël qorre e Edi Ramës dhe asgjë më shumë. SPAK dhe Dumani në këto 3 vite kanë treguar se janë të zellshëm për të goditur me pasion të fortë vetëm opozitën dhe jo krimin, korrupsionin dhe krimin zgjedhor. Sepse ata, por çdo rast krimit dhe të korrupsionit, kanë zvarrit, kanë fragmentuar dosje, kanë lehtësuar dhe mbyllur hetime për çdo individ të mazhorancës apo afër saj, për të cilin nuk kishte dhënë leje Edi Rama. Pra kanë treguar se ata janë asgjë më tepër vegla të Edi Ramës. Nuk bëhet fjalë që të hetonin dhe të hapnin çështje penale për Edi Ramën. Jo. SPAK, për SPAK-un dhe Dumanin, emri Edi Ramës nuk përmendet dhe nuk ekziston. Ai ul kokën, belbzon, meket kur i përmendet Edi Rama. Le të flasim pak edhe për fakte të tjera. SPAK, të dashur qytetar, në drejtimin e Altin Dumanit ka qenë një dështim total. Për ju qytetar që pristit drejtësinë që donit, kjo rezultoi drejtësia e Edi Ramës. Po, për këta këtu është drejtësia që duan, po jo për qytetarët, sepse nuk shpjegohet ndryshe. Si ka mundësi që trumbetohet, propagandohet për SPAK-un dhe për sukseset e Dumanit dhe korrupsioni vetëm rritet. Nga krimi organizuar u kthye në kartele. Pse? Kur drejtonte Dumani SPAK-un. Pse tashmë po i merrni gjithë ju vesh nga përgjigjja e Dumanit dhe nga debatet që keni dëgjuar këtu. A nuk është çështja e Mekonigalit një dështim personal i Altin Dumanit? Zero hetime, zero veprime, edhe pse opozita ja çoi dosjen gati. Dhe në SBA dosja ka një qartësi të frikshme për rolin e kryeministrit të Shqipërisë në korruptimin e zyrtarit të FBI-s. Po këtu jo, për Dumanin asgjë. Ata